Rreth 200.000 shqiptarë anë mban botës e dërguan votën e tyre përmes postës, duke votuar për herë të parë nga jashtë vendit. Por sa ndryshuan ata dhe sa ndikuan ata për kuvendin e ri? I vetmi qark ku diaspora ndikoi në betejën mes dy partive është qarku i Vlorës, ku Partia Socialiste fal votës së emigrantëve fitoi një mandat të nëntë për Vasil Llajon, duke lënë Partinë Demokratike në atë qark me vetëm 3 deputet. Por diaspora ndikoi më shumë në betejën brenda partive, duke përcaktuar garën e brendshme. Për shembull, ishte diaspora në qarkun Tiranë që i dhuroi një mandat Olta Xhaçkës, e cila me votën brenda vendit kishte humbur në krahasim me Brina Gjylametin. Por shqiptarët nga jashtë vendit votuan që në parlament të shkojë Xhaçka dhe jo Gjylameti. Një ndryshim diaspora bëri edhe në emrat e deputetëve të Partisë Demokratike, duke shpallur në qarkun Kukës fitues Isuf Çelën, i cili e kishte humbur betejën e brendshme me shkëlqim shehun, por diaspora e bëri atë fitues. Teksa numërimi për votën preferenciale ende vazhdon, shumë individ shpresojnë që të hyjnë në parlament fal përcaktimit të diasporës. Një shpresë ka Admir Kadeli në qarkun e Lezhës për Partinë Socialiste, apo Eslem Berazake po për Partinë Socialiste në qarkun e Korçës. Beteja në Parkun Olimpik edhe për pak orë vazhdon.